Në spitalin rajonal të Durrësit, vijon betejë për jetën e 15 vjeçarit që mbeti rënd i plagosur me thik pas ditën e djeshme. Mjekët deklarojnë se ndodhet në gjendje kritike dhe se 2 nga 4 plagët që ka marrë janë afër zemrës, duke e bërë situatën tepër delikate. Sipas bluzave të bardha, orët në vijim janë vendimtare për stabilizimin e të miturit. Ngjarja e rënd u regjistrua në zonën e Içkënetës, ku konfliktet e nisura në rrjetet sociale u zhvendosën në terren. 2 adoleshentët përkatësisht 14 dhe 15 vjeç lanë takim për t'u sqaruar, por në vendngjarje mbërritën edhe shokët e tyre. Debati u kthye shpejt në përleshje fizike, ku u përdorën sende të forta dhe më pas mjete prerëse, çka solli plagosjen e rënd të 15 vjeçarit. Banorët e zonës u shprehen të tronditur dhe të shqetësuar për ngjarjen, duke ngritur alarmin për përfshirjen e gjithnjë e më shumë të miturve në akt të dhuna. Sipas tyre, mungesa e kontrollit prindëror, ndikimi i rrjeteve sociale dhe konfliktet e pavlera po çojnë drejt situatave tragjike. Do të jetë prindi kryesor, ai që duhet ta psikologjisin fëmijën e vet. Ka pse rrini mërzit, pse rrini shqetësuar. Ndjehemi keq kur gjejmë raste të tilla. Edhe nuk është mirë që mosha e tyre të zgjidhin problemet me vonë. Faktorët janë të ndryshëm, por kryesisht po ndjekin stilin e reperave për të treguar që jemi gangstera. Gjuha e dhunës e rrjeteve sociale që përdorin është tmerr. Nëse edhe telefonin me TikTok-un. Ndërkohë, policia po vijon hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësinë penale të miturve të përfshirë.